Ebu Talibi, bia ime, e kishte një fëmijë. Muhamedi ruan të delet. A i bënd të tërgti, po nuk arrin të fiton të sa duhet. Mendon të t'ja gjente ndë një punë, Muhamedit, një punë tjetër, dhe jo të ruan të delet. Mirë po në atë kohë punë kishte pak. Punë me fitim. Dhe Ebu Talibi mori vesh se një e pasur ishte e ve në Mekë dhe kishte pasurit madhe. Mirë pa ajo vazhdimisht kishte dëshirë që ta shtonte pasurinë e saj, edhe i dërgonte karvanet e saj në tregti. Ebu Talibi i tha Muhamedit, unë do të shikoj të Hatixha sa jo merë njerëz për të udhëhequr karvanet, edhe do të shikoj, ndërmjetësoj se a mund të shkosh. Po i tha Muhamedi me gjithë dëshirë, unë mund të udhëheq karvanin. Ebu Talibi shkoj të Hatixha dhe i tha se ti vërtet ati njeriu që udhëheq karvanin ja jep si shpërblim 2 deve. Mirë po, unë jam i varfër dhe nuk jam i kënaqur me shpërblimin për 2 deve. Kam dëshirë t'ja japësh Muhamedit 4 deve. Hatixha nuk mendoi gjatë. Tha po, pranoj 4 deve, sepse për Muhamedin flitet çdo fjalë e mirë në Mekë. Për Muhamedin din gjithë. Për veprimet e tij rreth Qabës i din të gjithë se ai i falet vetëm një Zoti. Ai nuk u falet i dhujtarëve, nuk u falet figurave të ndryshme, se nuk pajtohet me këto, prandaj një njeri që beson vetëm një Zot, unë ja besoj karvanet e tregtisë. Pra, do t'ja japi. Erdhi dita dhe Muhamedi bashk me shërbëtorin e saj, me Iserin, u nisën përsëri për të bërë tregti dhe natyrisht kishin mallrat shumëta ngarkuara në deve dhe i dërguan atje për t'i shitur. I shitën të gjitha mallrat, po dhe blen gjëra me vlerë të cilat e dinin se çka do t'i pëlqente Hatixhës. Dhe Mejseri e pa se Muhamedi është djalë besnik, është djalë i dëgjueshëm. Edhe ma vonë do të fliste vetëm fjalë të mira për Muhamedin. Erdhi koha dhe këta dal nga Siria, u kthyn në Arabi, dhe pa më rritur në Mekë, Mejseri tha Muhamedit, ka qenë mirë para karvanit shkosh edhe ta gëzosh Hatixhën, sepse ajo të gëzohet, do të gëzohet për tregtin që kemi bërë, për gjërat që kemi blerë, prandaj unë po kam dëshirë me qenë se ti ishe për herë të parë me mua dhe ke udhëheq karvanin, shkosh edhe ta lajmërosh Hatixhën. Muhamedi e la karvanin dhe zbriti me vrap dhe hyri në Mekë. Në atë kohë Hatixha ndodhi në balkon. Dhe sa e pa Muhamedin, zbriti poshtë dhe i tha mirë se vjen. Ky ja dha lajmin e gëzueshëm për gjithë tregtin që kishin bërë, për gjërat që kishin shitur,
për ato që kishin fituar, po edhe për gjërat që i kishin vlerë. Ajo u nda shumë e kënaqur me te dhe i tha, mund shkosh, Muhamet, edhe po shosh, se shpërblimin do ta marrësh. Ndërkohë te Hatixha erdhi një kojshi e saj, një Nefisja, edhe Nefisja e pyti, tha, atë pëlqeu Muhamedi. Tha, po, më pëlqeu shumë ky djalë. Me punën që ka bërë, me tregtin që ka bërë, me gjërat që ka shitur dhe ka blerë, mua më duket si djalë shumë besnik, edhe shumë i ndershëm. Po i tha, a do të kishe pranuar, martohesh me te? Hatixha pa një pa dy tha, a do të merte a i mua? Nefisja i tha, ma le mua këtë punë. Se Hatixha ishte shumë e pasur, thash. Kishte pas 2 burra më para, që i kishin ndekur, po ata i kishin lënë pasuri shumë të madhe. E kishin kërkuar për gru shumë njerëz të njohur të Mekës, po ajo nuk kishte pranuar. Ajo mendonte se të gjitha ta njerëz që i kanë kërkuar dorën e saj, e kërkonin për pasuri, jo për ta pasur si grua. Prandaj edhe i tha Nefisët se unë kisha pas dëshirë të martohem me këtë djalë. Nefisja shkoi te Muhamedi, pasi u përshëndet, pasi ndani një coper, i tha, a thua kishe pas dëshirë martosh me Hatixhën? Muhamedi i tha, a merr? A thu me merr ajo mu? Tha, për këtë punë, kujdesem unë. Edhe me njerë shkoj te Hatixha dhe i tha se Muhamedi ka pranuar të martohet me ty. Ajo pra ishte shumë e kënaqur, edhe xhaxha i saj nuk e vonoi martesën. Pas 3 muaj i martoi Muhamedin dhe Hatixhën. Se në atë kohë, do të thonë, edhe pasi bëhej fejesa, vazhdon të pak ma gjatë, po xhaxha i saj nuk ja vonoi dasmën, do të thonë, edhe pas 3 muajve këta u martuan. Kështu Muhamedi u martua me një gru pasur, por e pa se është edhe një gru vërtet e dashur, besnike, punëtore, e cila vazhdimisht bën të gjëra të mira që ta kënaqte burrin e saj. Dhe kështu Muhamedi filloi të përjetoj ditët më të mira dhe bëri fëmijë me te. Po shumica e fëmijëve që i pati me te vdicën. Vetëm Ibrahimi që ishte me tjetër burr jetoi, po jetoi edhe Fatimja që ishte e bia e Muhamedit dhe Hatixhës. Dhe sot fisi i Muhamedit pra është bartur nga Fatimja. Po edhe ajo pas vdekjes së Muhamedit vdes edhe Fatimja. Ky ka qenë fati i Muhamedit që të martohet me këtë grua dhe të krijoj jetën e pasur, çka dhe nisi ta ndihmoj edhe Ebu Talibin
sepse jeton të, thash, i varfur me një tubë fëmi. Pra bia ime, edhe kjo është një pjesë e jetës dhe pejgamberit, i cili dita ditës po përgatitej për jetë me një bashkëshortë që e mbështeti deri në frymen e fundit. Përsërim duhet të them, është koha e gjumit. Është koha e gjumit dhe na duhet të pushojmë. Pra të uroj natë mirë, edhe ti kujtosh të gjitha këto tregime, njën nga një bia ime, sepse disa prej tyre edhe i ke shënuar. Pra ngrit. Natën e mirë, bia ime. Natën e mirë, baba.